atje. Dhe mik se keni ardhur në një video të re, unë jam Wendy për të gjithë ju që nuk më jini dhe do të bëj një prezantim të vogël, sepse keni arritur 1680 subscriber, që do të thotë jeni shtuar goxha. Si që thash, emri im është Wendy dhe jam një mami i 2 vajzave të vogla, Selena 3 vjeçe dhe Ariana 6 muajshe. Kam mbaruar studimet e larta për infermieri të përgjithshme dhe jetoj në Itali dhe akoma nuk e kam ushtruar profesionin tim për shkak se jam dedikuar 2 vajzave të mia, por shpresoj që së shpejti pse jo t'i dedikohem edhe profesionit tim. Jam nga qyteti Kuçovës dhe kam një motër më të vogël se vetja. Hape. Hapi. Eto një mëjtë të taji, hape. Qëmë se do të aje që pasaj e ishë të kapitatë. Hapi. E përdojnë në shumë. Hapi, Lena. Hapa. Sa është e mëmi? Ti fysh televizorin do gjaj. Lena vedi, wow che bello! Wow, kapse! Wow! Non so dove! Dale, kemi sapunin dove? Con batteria di cush. Ma ka të dish si shkojnë kur. Kur të dhëmbësh për një vit? Jemi rregullu. Qa janë ato mami? Dale, stilo lapsa, futi aty se ti me duduja. Futi. Kemi një arus dudush, sa i bukur që ka kry. Kemi kapse. Gata të shakam në shakalela. Çorapka. Një palë të kuqe. Një palë të bardha. E bukur me kështu, që ka me fjongo të kuqe. Lise flokësh. Edhe një top. Thoj qaqë grazie. A shumë burata. Lena, nxire që ka ti? Nxiri. Daj, nxiri, mama. Po nxire, mele. O, Lena. Tani po iki deri te posta se duhet të rregulloj një problem me kartën e bankës dhe ato porosis e një fshes me korrent. Mirë, po nuk e di pse s'po e porosis dot. Më duhet të më vinë një kod në telefon edhe mua i kodi nuk po më vjen. Tani duhet shkoj që ta rregulloj te posta, se më sa rregulloj te posta. Dhe kam dalë me Arianën, Selena është ditë e hanë, Selena ka shkuar në Kopësht. Edhe u me Arianën po shkojmë te posta, të rregullojmë këtë problemi, por është shumë ftohtë. Bora vende ka shkrirë, vende jo. Mirë, po e ka dhënë të shtunën e javës tjetër që do të bjeri prap do borë, nuk e di se sa do të bjeri, por të shohi. Gjendja. Ja dhe Ariana.
Edhe shumë ftohtë. Unë mundova të dilja tani nga ora 10 që të ishte pak më ndryshe, më butë, por shumë ftohtë. Edhe të mbarojmë punët e posta dhe duhet të vim në shtëpi që të përgatisim ushimin e Ajanës. Shiko si ri. Edhe pak, por duhet ta kisha kaluar te karroca, te pjesa tjetër e karrocës, kur rritet fëmia, por nuk e di pse duaj që ta la akoma këtu, dua ta shfrytëzoj, se është rehat. Ku kam rehat se sa këtu? Ja, posta është atje do të shkojmë ne. Shikoni si janë bërë rrugët. Ja. Birirus, lapalus, kjerat aty, ti nglotin aty, jesun gota, jesun gota. Don't you think like that? I will love you endlessly. If you don't believe in me, don't you be like that? I will love you forever. If you don't believe in me, yeah. Don't you think like that? I will love you endlessly. If you don't believe in me, don't you be like that? I will love you forever. If you don't believe in me, yeah. You won't go fooling me twice now, baby. I'm sorry, that's the way it is. You won't go fooling me twice now, baby. I'm sorry, that's the way it is. You won't go fooling me twice now, baby. You won't go fooling me twice. Ana? Ayana? Ayana mami? Bëtsikata. Gjashmëjoshja mami ti. Dashuria ime ti. E dritë. Pushë mami. Pushë që mami se pushti. Po si ka shën mamin ti që e thith mamin të... Aje. Shpirt. Ana? O, Ana? Lulja shpirtit. Lulja dritës time. Daj! Bravo! Opa, tia! Bye! Qa ke, more? Aje, mama.
po qanë se ta fshoj dorën. Kush mine? Pasoj po ja lejoj unë. Kapë man. Ej, Mini! More për koto, Mini! Oh, pip, vjen avioni të gojanën. Pip, ape goja. Anja, ape goja. Adriana, mami. Pap, do vi avioni, pap. Vjen avioni. Ajate, haj. Dove papà avioni, guarda! Papà me, Sanele! Tu Sanele? Sanel, çekil bizim abi. Hadi Diana, Sanele. Çekil bizim abi, çekil. Çekil bizim abi, çekil. Çekil bizim abi, çekil. Çekil bizim abi, çekil. Jest amor bizim abi. Jest amor. Si banco. Mamma, si Mini, ti vede il cazzo Mini, sono camazza. Hadi. Po do ta lësh ka. Pritim, proszę. Vai, mamma. Gjash ditë sot, bro. Gjëna, të suar shumë. A vieni Chanel, guarda. Hejtë Chanel. Me hejtë saktu. Oj, bro, do përgjentona dhe sot. Të jam për fëmi. Chanel. Chanel? O Chanel? S'dit ke irit, Chanel. Po bra. O Chanel. Sa i bukur është. E ka po veshin me sa, vjesi. Po nga që ka të plan. Capi. Tani, dua t'ju tregoj disa veshje që më kanë ardhur nga Shein. Më kanë ardhur në dy pako. Njëra është kjo e vogla, edhe tjetra është kjo. Tani pa më përkohë do t'i shohim se çfarë kam porositur si dhe do t'i provoj. Fillojmë. Unë e kam parë, e kam hapur dhe është në bluzë gri. Është për tani, këtë periudhën tani të dimrit. Dhe këtu në anë do ta shikoni veshën dhe këtu në anë ka një model të tillë. Por do ta shikoni veshën sepse do t'i provoj të gjitha. Ja, ku është bluzja. Është bluzë për me streqe. Hapim akun tjetër, sepse më kanë ardhur në dy ditë të ndryshme. Ta hapim së shqiptarë. Çdo gjë vjen me çantat e shi. Kemi përsëri një bluzë tjetër për me streqe. Është e tillë. Kjo ngjyra mua më pëlqen shumë, ngjyrë pana. Është një rrit në mes që nëse do mund ta lidhësh. Kështu. Një bluzë tjetër se kam porositur bluzë vetëm për me streqe. Kam për të veshur vetëm për me
streqe. Është ky golfi, shumë qire bukur. Shumë. Është kjo roza. Kjo është pjesa e golfit. Edhe kjo është e gjatë për me streqe. Pastaj kemi pijame e të tilla. Kanë edhe bluze. Përsëri pijame. Jam me këta arushin, cute. Edhe pantalona me arushin. Paka shumë si ato që kam. Paka shumë si pijame që kam. Më pëlqen ky materiali se nuk është as i trash. Edhe për ne që jetojmë në një shtëpi me kaldara të ngrohtë, kjo trashësi është më e përshtatshmja. Kam përësitur se jo për në një foto cute ose edhe për në shtëpi, por edhe për të dalë shumë bukura. Nuk e di tani se sa do jetojnë. Janë shumë bukura. Mora të ngjyrën bezh që të shkoj bezh, të ngjyrë qumshi që të shkoj me çdo gjë. Mezi po pres që ti provoj, inshallah nuk më një të përnavja. Kemi edhe tu, e në fundit nuk kam më. Tre palë streqe. Kështu. Ja. Materiali provoj, të shkër se do në rinë. Në tanë. 2. Edhe 3. Tani unë do t'i provoj të gjitha. Nga një dhe ju do t'i shikon. Ja njërë nga veshja, streqet. Po hipi këtu që të më shikoni kështu. Streqet, se s'kam ku ta zjas më shumë. Ja. Modeli i bluzës është ky. Edhe ja. Më pëlqejnë edhe këto. Alksa, shumë buka. Vazhdo me bluzën tjetër. Jo. Pa tjetër që të bluzët mund të visha edhe me xhinse që janë të ngushta, por unë preferoj xhinse që janë të gjera dhe nuk është se shkojnë dhe këto bluzët i kam marrë vetëm për streqet. Për të veshur për me streqe. Mund ta bësh si të duash, mund ta lidhësh fjongo këtu. Por nuk shumë në mes nuk do ta lidh, do t'i bëj një fjongë të lezetshme. Tani përbër në këtë mënyrë, por do t'i bëj një fjongë të lezetshme aty, edhe do ta mbaj të tillë. Ja. Më pëlqen edhe kjo kështu. Bluzja tjetër është kjo. Edhe mua si modele më pëlqen më shumë ato dy të para. Edhe kjo nuk është keq, por më pëlqen më shumë ato dy të para. Të mund ta veshësh edhe në gjeta, tani kam ngelur për të provuar edhe bijamet. Këto ishin domethënë rrobat, streqet edhe bluzet, tani do të provojmë edhe bijamet edhe mbaruar. Bijamet e para, rushi, janë shumë cute. Më pëlqen shumë si material, shumë i bukur.
është shumë materialini, më pëlqen shumë. Edhe vi shumë lirshë në shtëpi. Fundja bishame për ato punja që të rish sa më lirshë. Dhe unë visha në shtëpi vetëm bishame për dorë. Më pëlqen shumë. Tani provojmë dhe palën e fundit. Edhe do ta mbyll këtë unboxing për sot. Ja, edhe bijamet e fundit, kam të shkrimi tu fun fact. Edhe janë të tilla. Atëherë jam bërë gati sepse do të shkojmë të tërheqim sot për meson. Dhe outfiti im është ky. Mos i shikoni ato se i ka bërë Selena pasyrën si. Edhe outfiti im është ky. Kam veshur këtë pulovrën, strecë nga poshtë, edhe këtë tetin për sipër. Tu kam biberonin e Arianës, vitaminën e Selenës, edhe shkojmë, se po na presi. Për të lyer make-up nuk bëra, sepse kam një alergji tek syri, edhe do më bëhej më keq make-upi. Ka shkojmë se jemi vonë se do të rreshim për meson. Do të rreqi për meson e parë. Kush do të rreqi për meson e parë, biri mami. Biri mami do marri për meson e parë, Jeta. Shpirti im i bukur. Po vjeshi i morëm. Edhe tani do shkojmë në shtëpi. Mos pime edhe ndonjë kafe që hundi. Tu kemi kajtën e ushqimit të Arianës, tani ta hapim edhe ta montojmë. E kam porositur nga Amazon edhe shpejmë i Twinkie. Do duket kështu. Ja ku është edhe tavolina. I pëlqeu Arianës, Ariana po ri aty. Murin e ka shkaravitur Selena. Mama, të pëlqeu? Është e thjeshtë e bardhë dhe këtu bëj bateri shumë mirë dhe më pëlqeu shumë. Sepse kishim ato të Selenës, por ajo është nga pesha e Selenës, është përkullur një cik edhe Ariana nuk rinte dot, rinte shtrirë dhe prandaj morëm këtë. Kjo kushtoi 30 euro në Amazon. Dhe më pëlqen shumë sepse i kam parë në për restorante dhe Ariana rinte shumë mirë atje. Thash pse jo të marr këtë. Ja. Ka ngjyrosur dhe aja në dorë. Të pëlqeu? Okej. Të pëlqeu? Brava mama, ta gëzosh jeta ime. Diçka tjetër që kemi marrë është edhe kjo fshesa. Është aspirapolvere. Tani ta hapim nga marka Tineco. Edhe ta hapim dhe ta montojmë dhe të shikojmë se si do të punoj, sepse jam shumë kurioze. Kjo fshesa kushtoi rreth 350 euro. Dhe ta shikoj.
kemi librin, duhet të jetë manuali, do duket kështu. Okej. Kamera janë këtu. Tu kemi manualin e përdorimit. Vazhdojmë pjesë tani, kemi këtë pjesë. Që do t'i shikojmë tani, sepse unë nuk e kam vënë, do ta montoj tani. Në fakt kemi këtë. Nuk e di që e shpjegoj. Por kur të montohet, që duhet të jetë fuqë për larje. Prapë si ato tilla. Jetimin e kanë bërë shumë mirë, i kishin futur që të dyja në anë që të mos prishej. Kemi dy solucione, kjo është solucionet e veta, dhe jenë solucionet. Kemi shkopi, do t'jetë shkopi. Do t'jetë shkopi. Kështu. Pjesë e bishti duhet të jetë. Kemi të jetë tjetër të tillë. Shikoni, si ka një karton që duhet që ta krijoj. Bra. Qua. Unë jam duke bërë punë dhe provova fshesën, që edhe lan edhe fshin. Dhe përmendimin tim ja super vleni, ka halal lekët. Lan në mënyrë të shkëlqyer, fshin në mënyrë të shkëlqyer, por për mua rëndësi kishte më shumë larja dhe lan shtëpinë super mirë. E provova dhe në një njoll super të fortë dhe hoqi. E hoqi njollën e bëri ditë pastër. Edhe tani unë po mbaroj punën time. Po mbaroj këtu punët, sepse kam vënë ushimin e Selenës në zjarr, e Ajanës, më falni, në zjarr, dhe do të shihemi më pas.
Don't you think like that? I will love you endlessly. If you don't believe in me, don't you be like that? I will love you forever. If you don't believe in me, yeah. Don't you think like that? I will love you endlessly. If you don't believe in me, don't you be like that? I will love you forever. If you don't believe in me, yeah. Nuk e se kam bërë në një herë për të mos thënë pothuajse fare një supermarketoj, por po ju arbej tani. Ne në fakt ishim tek marokenët, jo në një supermarket normal, por ishim tek marokenët dhe t'ju tregoj se çfarë morëm. Si fillim morëm të djathi, që na super pëlqen. Ajo shije shumë të mirë. Pastaj morëm një si ky sallami, sa më ta provonin. Kemi marrë 3 copa, pas ka marrë burim, jo 1, po 3. Kjo është e tillë, thot Olives, mos është me ujë, nuk e di. Edhe ky, javën tjetër. Kemi një ses me patate, ja. Ta unë të thosh. Po t'i bërë pjadina ose dhe gjëra të tjera të ndyshme. Pastaj kemi marrë këto 3-ja, që ideja ime është i bëjmë se tip suflaqesh, jo 3, janë 4 pite. Dhe do të bëj sot këto si tip suflaqesh. Pastaj kemi speca, ishin si tip speca si në Shqipëri. Pothuajse. Edhe thash kimeja për të skuqur. Ka marrë 2 katetina Lay's, këto ishin me hull pikante. Morëm rrush. Rrush. Morëm 2 kolla. Ose në të shpinë tonë tjetë në kolla. Lay's të tjera, klasike. Edhe morëm edhe një këllime ujë edhe kaq. Të gjitha këto kanë kushtuar